Kemi nisur analizën e thelluar të shenjave shqetësuese të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Pas 2 kulminacioneve shumë të forta, pezullimi antidemokratik i një antari qeverie nga një prokuror dhe një gjykatës me një vendim të shkallës parë dhe tentativa e magjistratëve, gjykatës e prokuror bashk të Shqipërisë për të rritur vetë pagat e tyre duke shqyrë arkën e shtetit, vetë Ali dhe vetë Kadi. Dhe mes tjerash këto ditë kam rilexuar një raport të parë disa kohësh, shkruar nga ekspert të Këshillit të Evropës, mbi përdorimin brutal dhe masiv të paraburgimit në Shqipëri. Një rekord negativ absolut i drejtësisë shqiptare, që e ka vendosur Shqipërinë në pozicionin më të keq në Europë, po jo thjesht në fund, por me dallim të frikshëm nga rajoni dhe nga pjesa tjetër e Europës po se po.